الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë nderuar, sikur se e dini, jemi duke e trajtuar një prej haditheve më madhështore dhe më përmbajtësore, të cilin e transmeton Abdullah ibn Abasi, radhiyallahu anhuma, dhe pothuajse gjysmën e këtij hadithi e kemi trajtuar. Fjalët që pejgamberi Allahut ja përcolli Abdullah ibn Abasit, i cili ishte 10 vjeçar, por të cilat ishin mesazhe etike për të dhe për ne në përgjithësi. Duke filluar nga mënyra se si pejgamberi Allahut i trajton të njerëzit në përgjithësi, e fëmijët, e rinin veçanti, pastaj duke i përzgjedhur mesazhet më të rëndësishme jetësore, mbi të cilat njeriu duhet ta ndërtojë jetën e tij, e fjalia e parë që ja tha dhe që e kemi trajtuar ka qenë ihfazillaha yahfazuk, ruaje Allahun, Allahu të ruan ty, pra ruaje lidhjen me Allahun, Allahu të ruan ty, e ruajtja e lidhjes me Allahun nuk kupton ruajtjen e fesë së Allahut, nga se nuk kemi mundësi ta nderojmë Allahun e para së gjithashta nderojmë veten, vetëm se duke e respektuar urdhrin e Allahut, të besimit në këtë fe, të aplikimit të mesazheve të kësaj feje dhe të pasimit të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam si përfaqësuesi i përzgjedhur nga ana e Allahut i kësaj feje madhështore. Pastaj ka thënë ihfazillaha tajidhu tujahak, ruaj Allahun, Allahun çdo do ta kesh para vetes. Pra Allahu do të paraprit ty me kujdes, me mëshirë, me begati, me mirësi e kështu me radhë, gjë që kemi trajtuar javën e kaluar. Ndërkaq fjalia e tretë me radhë, prej këshillave që pejgamberi Allahut i dha Abdullah ibn Abbasit, dhe pastaj edhe neve, si pasues të tij, është idha sa'alta fas'alillah. E kur të kërkosh, kërko vetëm nga Allahu. Nëse ke nevojë për ndonjë adresë, për nevojat tua, adresa e vetme le të jetë Allahu subhanahu wa taala. Pra ky hadith na jep mësimin madhështor, jetik, se burimi i vetëm absolut i zgjidhjes së problemeve tona, i përmbushjes së kërkesave tona është Allahu, askush tjetër përpos tij. Që do të thotë, askë nuk mund ta marrim për burim absolut përpos Allahut. Pastaj, me askë prej krijesave të Allahut nuk duhet me lidh shpresën. Dhe së fundmi, Allahun duhet ta kemi adresë të parë të nevojave tona, jo të fundit. Le të zbërthejmë këto të treja. E para, në momentin që ne kemi një nevojë, një kërkesë, një problem, një dëshirë, një synim, kush duhet na shkojnë mendje në radh parë? Tek kush duhet të mbështetemi në radh parë? Tek burimi absolut. E burimi absolut është Allahu, nuk janë njerëzit.
fuqia e njerëzve është relative. Burimi I kësaj fuqie njerëzore, kush është? I plot fuqishëm absolut. Është Allahu. Allahu e krijoi njeriu. Allahu e avancoi njeriu. Allahu e pastroi njeriu. Allahu e ngriti njeriu. Allahu e forcoi njeriu. Andaj me çfarë të drejtë ne I drejtohemi njerëzve me kërkesa që duhet drejtuar vetëm Allahut. Është pa drejtësi. Pastaj thot që të mos lidhet shpresa jote me krijesat e Allahut. Nuk ban robi me I lidh shpresat e veta me krijesat e Allahut. Sepse krijesat e Allahut përfundojnë një ditë, tretën. Ato kanë mundësi të kufizuara, ndërka që Allahu ka mundësi hynore, ka fuqi absolute, është I pa kufizuar, I plot fuqishëm absolut. Prandaj shpresën duhet me lidh çdo herë me Allah, jo me njerëz. As edhe me njerëzit më të mirë që ekzistojnë. As edhe me pejgamberët e Allahut nuk është leju njeriu me lidh shpresën, se janë njerëz. Sepse fundi ajo që u ka dhënë vlerë pejgamberëve të Allahut ka qenë mesazhi I Allahut. Kul innama ana basharun mithlukum. Thuaj ju njerëzve o Muhammed, të gjithë dhe pas një përjashtim. Ana basharun mithlukum, unë jam njeri sikur se ju. Dallimi është se yuha ilay, mua më shpallet. Kjo përbën dallim. Përndryshe, ata kanë qenë njerëz sikur se ne, kanë pas vlera, kanë pas zemra të pastëta, prandaj Allahu I ka përzgjedhur që të jenë pejbartësve të mesazhit të tij tokë. Por vlera kryesore, ajo që I ka ngrit pejgamberët e Allahut, ka qenë mesazhi I Allahut. Sepse çdo gjë që vjen nga Allahu është vlerë, është ngritje. Dhe se këndejmi neve nuk na lejohet me I lidh shpresat tona jetësore me njerëz. As me prind, as me vlad, as me drejtora, as me shok, as me gra, as me pasuri, as me fuqi, me asgjë. Gjitha këto janë mjete. Ndërka që Allahu është I plot fuqishëm. Allahu është dhuruesi. Prandaj tulin pyetja, a lejohet njeriu me kërku diçka për njeriu? Lejohet, por me kërku si sebeb, jo si dhurues. Për shembull, a na lejohet neve me shku edhe me kërku ilaçin tek mjeku? Padyshim se po. Jo që na lejohet, na urdhërohet, por si çka? Si sebeb, si shkak, jo si dhurues, jo si shërues. Mjeku kuron, Allahu shëron. Për smundje fizike, për smundje metafizike. Hoxha kuron, Allahu shëron. Prandaj është gabim I madh me thonë dikush më shëroi filan mjeku ose filan hoxha. Jo, mjeku të ka kuru. Hoxha të ka kuru. Allahu të ka shëru. Sepse I vetmi që e ka shërimin dorë është Allahu. Prandaj ne kemi raste që edhe nëse mblidhet elita e mjekëve të botës, mjek më të mirë të botës, s'po kanë mundësi me shpëtu një njeri. Ndonë se po jep miliona e miliarda, nuk pe ka problem me I blej ilaçet e përcaktume, edhe po I rri madje edhe terapisë me kujdes maksimal, por prap nuk po gjen shërim, se shërimin e ka Allahu, nuk e ka njerëzit. Dhe se fundmi adresa e parë e çdo lloj kërkese në jetën tonë duhet të jetë Allahu. Jo në fund me na u kujtu Allahu. Për shembull, nëse kemi nevojë Allahu me na zgjidh një problem të jetës, ose me na mundsu një ngritje, qoftë karrierës, qoftë pasurimit e kështu me radhë. A na shkon mendjen në radhë para Allahu apo njerëzit? Nëse je smu me diçka, a të shkon mendjen në radhë para mjeku apo Allahu? Nëse të shkon Allahu, dije se mbështetjen tek Allahu e ke në rregull. Por nëse të shkon tek mjeku, I ke dhënë përparësi krijesës para krijuesit. Pra na duhet me eduku shpirtin me njësimin e Allahut me zemrat tona para çdo gjëje tjetër. Pastaj në rrafshin praktik, na duhet me dëshmu tauhidin, njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Sidomos në rrethana të vështira jetësore. Aty duhet me ja dëshmu Allahut se ai është para çdo kujt tjetër për ne. Pra nëse na paraqitet një nevojë, një kërkesë, një problem, në radhë parë ta kujtojmë Zotin, sepse ai është burimi absolut I zgjidhjes së problemeve tona, I shërimit të smundjeve tona, I tejkalimit të brengave tona,
i furnizimit me pasurit ndryshme, i afrimit me njerëz të shëndosh shpirtërisht, pastaj edhe materialisht, pra çdo gjë sillet rreth Allahut subhanahu wa taala. E Allahu sa bukur e thot në Kur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Muhammed, të pyesin ty robërit e mi për mua. Shikoni, Allahu e ka përmend termin robërit e mi, ka përfshirë gjithë, musliman e jo musliman. Sepse Allahu ka qasje të butë. Allahu i jep përparësi dashurisë. Allahu e afatizon robën për më u kthy tek ai, i jep mundësi të vazhdueshme që më u pendu, me u ngrit. Thot pyesin ty o Muhammed robët e mi për mua, për Allahun, kush është Zoti, çfarë bën Zoti, çfarë jep Zoti, si ti qasemi Zotit, si ta njohim Zotin. Inni qarib, unë jam afër. Madje s'ka thonë thua ju unë jam afër, sikur se e ka përmend në disa raste në Kur'an për gjëra tjera. Sepse s'ka nevojë me i thonë robit që Allah është afër. Allah është aq afër, sa që njeriu s'ka nevojë me e mendu dy herë këtë punë. Madje thot Allahu në surën Qaf, Allahu është më afër jush se sa damari i qafës tuaj. Ka afër është Allahu. Në kuptimin e dëgjimit brengave tuaja, të zgjidhjes së problemeve tuaja, të shërimit të smundjeve tuaja, të largimit brengave tuaja, e shumë gjëra tjera për cilat ne kemi nevojë. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutësit kur ai më lutet mua. Allahu po garanton. Mirë, po Allah e ka një kusht. Thot falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ata le të më përgjigjen mua dhe le të më besojnë mua bindshëm, nëse dëshirojnë që të jenë pejmendarve, pe të pjekurve, mendërisht, për atyre që gjërat i pranojnë me logjik të shnosh, që nuk e humbasin të ruan, që nuk çrregullohen e çakordohen në jetë, por çdo herë ruan orientimin drejt Allahut subhanahu wa taala. Pra na do të më përgjigjë Allahut para se më na u përgjigjë Allahu neve. Ndonë se Allahu na ka dhënë pa i kërku. Dhe kjo është bukuria e fesë islame. Prandaj tha pejgamberi Allahut, idha sa'alta fas'alillah, kur të kërkosh diçka, kërkoj vetëm Allahut. Sepse përfundimisht kjo do të thotë, në qoftë se ti e kupton se burimi i vetëm absolut i çdo gjë është Allahu, ti kur nuk do të mbetesh rob i dikujt përpos tij. Dhe kjo është mirësia më e madhe. Kjo është liria vet. Atëherë kur ne pavarësohemi nga çdo lloj nevojë njerëzore dhe robrohemi tërësisht ndaj Allahut subhanahu taala, jemi liruar plotësisht. Derisa nuk robrohemi ndaj Allahut plotësisht, do të jemi robër të epshit, do të jemi robër të njerëzve, do të jemi robër të kërkesave, robër të tekeve, të qefeve. Por kur njeriu pavarësohet krejtësisht nga njeriu dhe nga çdo gjë që ka të bëjë me njeriu dhe robrohet plotësisht ndaj Allahut subhanahu taala, ky njeriu është i lirë. Shpirti i tij është i lirë. Ato s'ka mundësi me robnu epshi. Ato s'ka mundësi me çorientu dëshira, ëndra, joshja, problemi, telashja, s'ka mundësi. Sepse ai është robi i Allahut dhe çdo herë i kthehet Allahut subhanahu taala. Andaj lutim Allahun e Madhërisëm që për çdo problem jetësor, Allahun ta kemi burim absolut. Allahun ta kemi shpresë të vetme dhe adresë të vetme para çdo adrese tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.